Kam nevojë për ndihmën tuaj, cilit prej këtyre 3 motorave me i vu targën shqiptare. E kam shumë të rëndësishme. Sepse njënin do ta bëj me letra në emrin tim për me kalu kufinin, për me bë rrugë gjata. Sepse faleminderit shumë prej policisë rrugore, të më kanë respektu shumë. Me pa dosht policia rrugore, më kishin falimentu. Më kanë përshëndet, a je mirë. A i ke tona, po tona. Vazhdo. Ky është triumfi i parit. Triumfi është shumë poshtnues, shumë kallabllek, domethënë kur ti jetë tuf motorash, se ta jep truni një herë me i dhanë pak gaz, triumfi të stërmonon. Ju qet shumë punë tjerëve për me të kap, nuk të kapin. Pavarësisht se na jena për gora, se për gora kishim marrë tjetër gjë. Ky është Honda Valkyria. Pa fiku se ky bën zhurmë shumë. Kena edhe kujshit që flen, se nuk flen vetëm unë logje. Kjo është Honda Valkyria i 1500, triumfi ja 2300. Kam edhe Suzuki Intruder. Faktikisht këtë e kam si BMX. M'jep shumë kënaqësi, më shok, nuk e imagjinoni çfarë kënaqësie të jep ky motor kur ec. Është shumë praktik. Jep shumë kënaqësi, ka shumë start, është shumë i manovrueshëm. Cilit prej këtyre ma bëni në koment, 1-shin, 2-shin apo 3-shin, cilit me i vu targat shqiptare. Pres opinionin tuaj. Ju përshëndes.